Gjykimi ndaj Srdjan Llazoviçit nga Leposaviçi vazhdoi në gjykatën themelore në Prishtinë për krim të dyshuar lufte, por seanca ishte mbyllur për publikun pasi u dëgjua një dëshmitar i mbrojtur. Prokurori kërkoi që seanca të ishte mbyllur për publikun në mënyrë që të mos rrezikohej siguria e dëshmitarëve dhe për shkak se anëtarët e familjes ishin të pranishëm në seancë. Avokati i akuzuarit Predrag Miljković kundërshtoi propozimin, por trupi gjykues vendosi të mbyllë seancën. Aktakuza Llazoviçin e akuzon se ai mori pjesë në arrestime, burgosje, depërtime dhe keqtrajtime të palishme të civilëve. Në mesditë, dëshmitari i fundit i mbrojtjes generali amerikan në pension Wesley Clark po u paraqit në bankën e dëshmitarëve në Hag në gjyqin e udhëheqësve të ISHQ-s në kohën e konfliktit në Kosovë. Generali Clark ishte komandanti suprem i NATO-s për Europën dhe drejtoi bombardimin e Republikës Federale të Jugosllavisë. Dëshmia e tij pritej që të zgjas deri të mërkurën dhe dëshmitarët e mbrojtur James Rubin, Paul Williams, John Stuart Duncan, James Peter Covey, Christopher Hill dhe Michael Durkee u paraqitën para tij. Pas dëshmisë së Clarkit, prokuroria dhe mbrojtja duhet të paraqesin dosjen e tyre përfundimtare në gjykatë dhe një vendim i shkallës së parë pritet në fillim të vitit të ardhshëm. Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani deklaroi se ka vepruar në përputhje me kushtetutën në çdo kohë dhe se nuk është përgjegjëse për disa muaj vonesa në procesin e formimit të qeverisë. Osmani shpreh optimizëm se seanca parlamentare ku do të votohet propozimi i mandatarit të Glauk Konjufcës do të thirret para afatit, duke theksuar se vendimi për rezultatin është në duart e deputetëve dhe partive politike. Ajo shpjegoi gjithashtu deklaratën e saj për Politico, ku tha se mbi 900 banda kriminale janë shpërbërë në vend në këto 5 vjet, duke deklaruar se në të vërtetë kishte parasysh numrin e rasteve të cilat, siç tha ajo, bandat serbe ishin të përfshira në akte kriminale. Policia e Kosovës njoftoi se raportimet në media një grupi të armatosur shqiptar qelloi mbi pjesëtarët e ushtrisë pranë bazës Debella Glava janë dezinformata. Mbrëm mediat raportuan për incidentin në të cilën, siç u tha, rreth 15 plumba qelluan mbi pjesëtarët e ushtrisë serbe dhe autorët me pas ikën në Kosovë me 6 gjipa. Policia e Kosovës konfirmoi gjithashtu arrestimin e 4 gjyqtarëve nga Serbia, të cilët pretendojnë se kaluan ilegalisht vijën administrative dhe hynë në territorin e Kosovës dhe se posedonin armë pa leje. Miloš Pavković nga Qendra për Politika Europiane në Beograd thotë se një qeveri ekspertësh pa figura politike udhëhequr nga i propozuar i Glauk Konjufca mund të jetë një rrugdalje nga kriza politike, por se ka pak shanse që kjo të ndodhë. Profesori i shkencave politike Nejmedin Sfahil gjithashtu beson se kjo është një ide e vështirë, sepse siç thaj, shoqëria e Kosovës është polarizuar dhe mjaft kontradiktore. Politologu Aleksandr Shluka beson se ka mosbesim të madh në marrëdhëniet midis opozitës dhe vetëvendosjes dhe se opozita ka dyshim se ekspertët në qeveri do të vepronin në mënyrë të pavarur nga vetëvendosja. Zëdhënësi i Komisionit Qendror Zgjedhor të Kosovës Valmir Elezi deklaroi se proceset zgjedhore të planifikuara për këtë vit kanë përfunduar dhe se Komisioni Qendror Zgjedhor nuk ka mjete financiare për të mbajtur zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare. Elezi deklaroi se Komisioni Qendror Zgjedhor shpenzoi gati 8 milion euro për zgjedhjet parlamentare të mbajtur në fillim të vitit, se buxheti planifikuar për zgjedhjet lokale ishte 10.5 milion euro, por se ende nuk ka informacione se sa nga këto fonde u shpenzuan. Partia Demokratike e Kosovës mban sot konventën zgjedhore ku do të zgjedhet kryetari i ri i partisë me 12 nëntor. Memli Krasniqi njoftoi lajmin se dha dorëheqje nga posti i kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës dhe kandidati më serioz për president të ri është Bedri Hamza.
Ndërkohë antari i kryesisë i Partisë Demokratike të Kosovës Enver Hoxha i kërkoi që konventa të shtyhet duke thënë se një parti serioze nuk mund të mbajë një konvent politike dhe thelbësore në një kohë kaq të shkurtër, madje ai ftoi Hamzën në një duel televiziv. Moti nesër në Serbi do të jetë me vranësira dhe dukshëm me ftoft me reshje shiu me shumë reshje në jug dhe jug-perëndim, ndërsa në malet më të larta pritet borë. Në Vojvodinë shiu po shon gjatë ditës përsëri reshje në mbrëmje. Temperatura në pjesën më të madhe do të ditës do të jetë nga 6 deri në 12 gradë Celsius.